E ka origjinën në manipulimin e zgjedhjeve dhe votës së lirë. Rama e ka kapur pushtetin me zgjedhjet manipuluara dhe me propagandën e mediave që janë funksion të pushtetit të tij. Njëkohësisht, Rama ka korruptuar me demagogjinë e tij edhe faktorin ndërkombëtar. Shumë media ndërkombëtare kritike ndaj Ramës censurohen. Sipas jush, si arrihet të përmbyset kjo situatë që ka forcuar pushtetin e Ramës? Dhe pyetja tjetër, a e fiton SPAK besimin tuaj nëse arreston Edi Ramën për korrupsion? Shumë faleminderit për pyetjet. Së pari, ju garantoj se ato që quhen autokraci elektorale, do me thënë regjime që nuk bëjnë zgjedhje por zhvillojnë farsa, apo diktatura autoritare, pra regjime që pranojnë pluralizmin por e shtypin pluralizmin, si bëri Edi Rama, se këtu njerëzit futohen. Ta arrestosh 3 liderë të opozitës në vitin elektoral, liderët e tre partive kryesore opozitare, në 2 t'i arrestosh dhe tjetin t'a vesh ndjekje penale në vitin elektoral, do të thot de facto të japish një goditje të merësisht të rënë opozitës dhe opozitarizmit, të përdorish institucionet për të shtypur pluralizmin. Kështu që, cila është zgjidhja? Zgjidhja është Nepali, zgjidhja është Bangladeshi, zgjidhja është Madagaskari, zgjidhja është njerëz të revoltuar kërkojnë të drejtën e votës tyre. Në qoftë se duam të votojmë të lirë. Dhe ne do bëjmë gjithçka të bindim shqiptarët për këtë. Kjo është zgjidhja kryesore. Çështja tjetër? A e fiton SPAK besimin tuaj nëse arreston Edi Ramën? Duhet bëj një sqarim këtu. Personalisht gjithjetën, si njeri që ka për fe politike kushtetutën dhe ligjin, kam patur dhe kam respektin më të madh për të gjithë ata që zbatojnë ligjin. Në kushtet të vështira, kërkon guxim, por është respekt më i madh për ta. Qofshin ata në SPAK, qofshin ata në çdo organ tjetër. Tani do të sqaroj pak qëndrimin tim ndaj SPAK-ut. E kam sqaruar shumë herë, por e theksoj përsëri. Ka njerëz drejtshkurtër, të cilët për mungesë memorie apo konceptesh mendojnë se unë sulmova SPAK-un për shkak të veprimeve që bëri ndaj meje. Absolutisht jo. Sulmet e mia ndaj SPAK-ut kanë filluar në momentin dhe kohën kur ky institucion amnistoi dosjet 338 dhe 184. Dosjet më flagrante të krimit elektoral. Të dashur miq, këto 2 dosje janë bazuar në një procedurë ligjore të përsosur, me vendim regjistrime të bëra me vendim gjykate dhe kërkesë prokurori. Dhe SPAK-u në mënyrë më katastrofale, prokuror nga SPAK-u, prokuror, nuk mund të them të gjithë SPAK-u, i amnistuan këto. Çfarë ishte kjo? Kjo ishte kazma në themelet e pluralizmit. Kjo ishte
licenca për të shtruar krimin në votë dhe votën në krim. Siç pak a shumë e tha një bashkëbisedues më parë. Kjo ishte licencë për Edi Ramën, që bëjt ç'të duash me zgjedhjet, se duhet t'i fitosh ti dhe jo opozita. Këtu nisi betejë ime me Spakun. Këtu ka nis. Dhe betejë ime me Spakun ka nis të paktën një vit para se ata të kërkonin masat ndaj meje. Dhe për ta ditë ju, të dashur qytetar, gjatë atij viti ata bën përpjekje të paftyra që të merikatonin, por morën atë që meritonin. Pra, çfarë është ai që merr dosjen e krimit elektoral dhe amniston? A nuk është ai një kriminal i urryer, i demokracisë, i pluralizmit, i vendit të tij? Dhe i tillë është Altin Dumani. I tillë është kraja që ishte para tij. Së dyti, do të sqaroj shqiptarët. Altin Dumani është një nga emrat më të lakur, siç e dini. Por Altin Dumani ka 4 apartamente sot. Dhe unë u them qytetarëve shqiptar, është gabim shumë i rëndë. Shumë i rëndë. Të mos realizosh se çdo të thot për një nënpunës të shtetit të ketë 4 apartamente pa asnjë burim tjetër të ardhurash përveç rrogës së tij. Jam ish president, ish kryeministër. Dhe ja u them unë ju që me rrogën time unë kam arritur jo të blej një apartament, po kredi s'kam marrë, por të shes apartamentin që kam patur dhe të blej një tjetër 40 metra më të madh se ai që kisha. Këto kanë qenë kursimet e mia. Unë pa kredi në bank nuk mund të bleja kur një apartament. Pra që isha një nga rroglartit, në rroglartit e këtij shteti. Nga erdhen burimet e parave të Altin Dumanit. Nga erdhen. Së dyti, duhet të qartësoj, unë s'mund të sulmoj kur një gjykas, një prokuror, një hetues, një polic që zbaton ligjin, përkundrazi, nderimin më të madh për te. Por nuk mund të pranoj kur shoh dosjen. Po marr dosjen Toyota Yaris, në të cilin rezultoi Taulan Balla, ministër, kriminal, që bën pazare me bandën e Suel Çels për t'ja rikthyer automjetet, që u kërkon gjykatësve që kaloja një policisë që unë t'i vonoj dhe të ndalen jashtë afati. Nuk mund të pranoj. Kur? Po marrë vetëm këtë dosje, po dojnë kalojnë dhe dosje tjera. Dosja në cilën prokurorët e Spakut bëjnë pazare për 10.000 euro pagesa dhe janë bashkëpunëtorë. Atër më thoni mua, në rast se ti merr dhe arreston një qytetar se në mënyrë të paligjshme ka kryer një vepër dëmi prej 30-50.000 euro, po një prokuror që ka kërkuar 70.000 euro, që s'ka pranuar 30.000, se ka kërkuar 45.000 e tjerë, çfarë është? A nuk janë vepra krimi këto? Ku janë këto? Këto janë në sirtarën e Altin Dumanit. Atëherë, më thoni mua, cila është? Duhet të them unë, nuk duhet të them të vërtetën shqiptarëve? Absolutisht sikur çdo gjë të ndodh, unë do të them të vërtetën. Sikur çdo çmim të paguaj, kur s'do të tërhiqem nga e vërteta. A ka aty, a janë të tjerë Dumanër? Ka dhe tjerë, por nuk janë të gjithë. Jo, ka prej tyre.
Dhe se cili për i tyre që zbaton ligjin, ndaj cili do qoftë, do ketë mbështetjen, nderimin dhe vlerësimin tim më të madh. Kam bindje, e kam thënë dhe tek dera e atij institucioni, që aty ka njerëz të ndershëm, ka hetues të ndershëm, ka në BKH, ka prokuror të ndershëm, ka të rinj të ndershëm. Por çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Unë u tregoj të vërtetën shqiptarëve dhe gabimi i madh shumë. Nuk janë përgënjeshtuar të vërtetat e mia. Në rast se Altin Troplini mban në xhep urdhër arrestin e Elvis Doçit, të paktën nga data 26 prill gjerë me data 22 maj sa u ratisa ai. A nuk meriton të quhet ky poja i Spakut? A nuk meriton të më thoni mua? Duhet pranojmë ne një gjë të tillë? Në rastin e fundit para 3 ditë që italianë gjetën se poja se Elvis Doçi ishte implikuar në dërgimin e 1300 kg kokainë në Itali. Përse ishte liraj. A i drejton më udhëheq organizatën. Pra, sigurisht, midis asaj që thjesht para këtyre të vërtetave dhe t'ja u them publikut, unë zgjedh të dytën, detyrimi im është t'ja them publikut këto. Dhe s'kam asgjë. Jo, mashtrojnë veten ata që përkundrazi, e kam thënë dhe e them. Ndjehemi nderuar për faktin se nga ata jam sot politikani i parë dhe i vetëm në Shqipëri me vetim të pasurive dhe të ardhura të 33 viteve të fundit. Ja u di shumë për nder këtë nisëm që morën. Dhe rezulton atë që kam deklaruar dhe asnjë thyrje ligji, asnjë shkelje nga unë dhe familjarët e mi. Pra, në këtë kontekst, unë mbroj interesin publik. Unë nuk besoj kur se shqiptarët meritojnë prokuror që bashkëpunojnë me krimin. Jo. Nuk besoj kur se shqiptarët meritojnë prokuror që blejnë apartamente me paret paligjshme, që mashtrojnë. Ata duhet t'jenë para ligjit. Merrni raportin që ka me Irena Gjokër. Dje një ministër Rumani dha dorëheqjen, sepse unë tha në përmbushjen e formularit e keq kuptova një moment dhe më shptoi pa deklaruar diçka që kam patur. Po Irena Gjokër në gjithë formularët ka mashtruar. Dhe kush e mbron sot? E mbron Altin Troplini, i cili për ta mbron